Pastaj Perëndia I tha Abrahamit: nga ana jote ti do ta respektosh beslidhjen time, ti dhe pasardhësit e tu nga një brez në tjetrin. Kjo është beslidhja ime që ju do të respektoni midis meje dhe jush, si dhe pasardhësve të tu pas teje. Çdo mashkull që ndodhet midis jush do të rrethpritet. Dhe do të rrethpriteni në mishin e preputësit tuaj, dhe kjo do të jetë një shenjë e beslidhjes midis meje dhe jush. Në moshën 8 ditësh, çdo mashkull I juaj do të rrethpritet, dhe kjo nga një brez në tjetrin, qoftë ai I lindur në shtëpi, qoftë ai I blerë me para nga çdo I huaj që nuk është një pasardhës I yt. Do të rrethpritet si ai që ka lindur në shtëpinë tënde, ashtu dhe ai që është blerë me para. Beslidhja ime në mishin tuaj do të jetë një beslidhje e përjetshme. Dhe mashkulli I parrethprer që nuk është rrethprer në mishin e preputësit të tij, do të hidhet jashtë popullit të tij sepse ka shkelur beslidhjen time.